Kandidati i Partisë Socialiste Besmir Lesha ka vijuar turin e takimeve me banorë në rrugët e Shkodrës. Ai është takuar me banorë të zonës pranë sheshit Isa Boletinit deri pranë kryqëzimit të Dhegës. Në këto takime, ai ka marrë mbështetjen e banorëve të Shkodrës në garën për zgjedhjet e 11 majit. Këtë ndryshim me këtë hap, në mujtë me ecë dhe mate të lumë guja. Është lezhës. Edhe është një vlerë shtume, është një vlerë shtume edhe mate e për. Shumë faleminderit për vlerësimin, edhe për mbështetjen e për çdo gjë tjetër. Normalisht nuk kena mbështetjen tjetër për vetë të pesë. Faleminderit shumë. Ju urojmë suksese edhe inshallah kena mundësinë prapë më taku Po tjetër. Mas 11 majit. Po Besoj tjetër. problematikat e çdo gjë të sektorit farmacisë ju kanë parashkuar. I kena prek shumë e saktë. Gjanat janë po ata vazhdojnë. Po shpresojmë Po tjetër. Po tjetër. Më mirë me ju. Faleminderit shumë. E vlerësoj. Faleminderit. Suksese e marrësi. Faleminderit. Do të keni fitore, do të keni mbështetjen tonë. E vlerësoj shumë. Faleminderit. Mendimin tuaj drita e Jeshile Anez, edhe do të vazhdoj me afru asaj dritë Jeshile, se punë ka mjaftueshëm, po inshallah më e mirë për ta. Ka sy me po dhe shef, kush nuk ka, po bojnë qojnë, që me thonë, kaq. Faleminderit shumë. Tonë të mira. Respekte, faleminderit. Të bëjmë të marrë, të mira. Respekte, faleminderit. Faleminderit që na ke prit, e inshallah mendimin e tanëve do të vazhdojnë më bë punë të mira. Faleminderit që keni ardhur, ja. E keni kollaj me të drejtë. Për rëndësishme është që bizneset, unë them që bizneset nuk duhet më përfshi shumë çështjet partijake, duhet më shumë me pa forcën e biznesit, se nuk mundesh me bënë të dy, ha. Se rrallë me pështet zhvillimin, që është shumë i dukshëm, qoftë për bizneset, qoftë për turizmin, që ti je pjesë. Nevojë ka, me thënë drejtën, ky vend ka nevojë për shumë gjana. Po që unë ju uroj sukses, se kjo është rëndësishme. Mendimin tuaj, do i finalizojmë këta punë e do vazhdojmë me të tjera. Faleminderit. Inshallah me fitore. Lumë guja. Shtetja juaj na duhet për me vazhdu fitoria. Faleminderit shumë. Kena për tanë. Respekte, faleminderit. Gjatë bashkëbisedimeve, banorët kanë vlerësuar ato çfarë po ndodh në Shkodër gjatë 2 viteve të fundit, ku Shkodra është kthyer në një kantier pune.